Nëse s'duan, pastaj mos ta bëjnë. Është drejtë e tyre, kam asgjë. Si kam kërku për 35 vjet absolutisht asgjë, dhe s'kam asgjë, për mua, ja u kam thënë edhe prapë ja u them. Unë personalisht I fitum jam. Pushkatim, s'ka interrim, s'ka gjë tjetër për mua, s'ka asgjë. Këta që duan pushtet, këta që duan këtë, duan me po e ndihmoj. Nuk duan me një gjuhë. Ta vazhdojnë si ta kenë qefin. Është e drejtë e tyre dhe kjo që mos ta dëgjojnë fjalën. Prapë e drejtë e tyre. Zoti Merkoçi, nëse ke kulti individit, jemi të mbaruar. Zoti Merkoçi, ju përmendët rastin e partive të lindjes, të cilat edhe janë shkërmoqur, po themi, ose kanë dalë jashtë tregut politik. Partia Demokratike a rrezikon që të shuhet në këtë drejtim? Sot është e shuar politikisht. Por duke pas parasysh numrin e madh të votuesve që e kanë votuar opozitën në tërësi, po Partinë Demokratike kryesisht, them se Partia Demokratike e ka mundësinë për të ringjallur, për të ringritur, për të vazhduar përsëri edhe për të kapur, sepse asnjë parti tjetër nuk e ka kauzën e të djathtës konservatore. Duke pas se ka strukturën, ka dhe edhe elektoratin, unë them se Partia Demokratike mundet me sforzo, mund ta bëj. Nëse do të vazhdoj kështu, pastaj, jeni të bindur që vitin tjetër, domethënë në zgjedhje lokale, nuk po them as 4 vjetësh, por as 2 vjetësh zgjedhje lokale do jetë zi e mëzi. Qofsha unë I gabuar. Zoti fal po. Të ndalemi pak te kryeministri Edi Rama, I cili ka marrë rreth 83 mandate. Ju e përmendët pak më parë rrezikun që sjell për vetë demokracinë dhe opozitën në Shqipëri. Në këtë rast, sa rrezik përbën Edi Rama për vetë demokracinë, por edhe për sistemin e ri të drejtësisë që mund ta përdorë si mash kundërshtarëve të vet politik? Jo, unë e thash është fatkeqësi kombëtare që Rama është kryeministër. Fatmirësisht e njoh qysh fëmijë se kemi qenë komshi. Dhe e di kapacitetin e ja di të gjitha. Por marrja e 83 mandate apo 84 mandate Ramën e bën të plot fuqishëm, duke nxjerr jashtë loje të gjithë politikën shqiptare. Pra të gjithë partitë, jo vetëm PD, por të gjitha. I nxjerr jashtë loje dhe ka forcën absolute në kuvend. Kjo është njëra anë. Ana tjetër, në Shqipëri nuk thash edhe herë, ajo fjalë demokraci ka filluar mos më pëlqej se po penetrojnë jashtë shumë. Kjo është një fjalë, nuk është sistem. Ktu, ajo që unë kam thënë që kur filloi reforma në drejtësi, jam njeriu I vetëm I cili kam luftuar edhe kundër ambasadorëve, edhe kundër këtyne. Dhe kam thënë që ky nuk është, ne nuk duhet bëjmë reformë sistemin e drejtësisë. Ne duhet të ndërtojmë një sistem tjetër. Ky sistem ka treguar për 80 vjet, në gjithë historinë shqiptare. Ka treguar që sistemi parlamentar ka pjell diktaturë. Dhe kjo u vërtetua. Edhe të ashtu. Jo sepse nuk na ka lënë kurrë që të ndërtojmë shtet. Ne kemi ndërtuar gjithmonë pushtet. Nuk ka pas shtet. Qoftë 90-ën. Do filloj që në 45-ën, po hajtë po e lem. Po them që është 90-ën, 92-ën, 97-ën, 2001, kush do ka ardhur ka bërë pushtet. Nuk ka bërë shtet. Gjithmonë është përmendur emri I individit, se ai e ka pas në dorë. Pra, ne kemi ndërtuar pushtet dhe ky sistem parlamentar, ky pjell në Shqipëri, pjell vetëm diktatura. Sot Rama do shifni që mas këtyre zgjedhjeve do filloj dhe do komandoj Spagun dhe do çojnë Spag atë që do ai. Spagu do I thotë, ma kap këtë ministri, ma fut më burg. Ma kap këtë drejtori, ma fut burg dhe gjatë
gjithë 4 vjeçari ose 2 vjeçari derisa të vinë zgjedhjet lokale, këtë do bëj. Pra ky e ka kap sistemi. Ky e ka kap pa i pas 83-84 mandate. Jo tani që i ka. Tani që i ka ai ju jep zyra të reja spaku. Ai jep makina, ai jep rroga, ai jep çfarë doj. Se ndalon më njeri. Pra ne thash, opozita është e vdekur, politikisht. Ata që shkojnë vetëm thjesht marrin rrogën, se s'kan çfarë bëjnë tjetër. Nuk kanë asnjë lloj force. Bëjnë një batut aty me Ramën, kaq. Ai ka kap medet, ka kap drejtësi. Drejtësia është e kapur. E kanë shkatruar drejtësinë bashkë. Se kur kanë votu ndryshimin kushtetues me 140 vota, mas një ore kam dalë në media dhe thash faleminderit që na vendosit diktaturën. Mi më në atë kohë nuk ma besun. Urdhëro bojëm, ja ku e ke. Shkatrun gjykatën. Hoqën gjykatët e apelit, hoqën gjykatët e rredhët. Një gjyq shkoi 20 vjet. Në më dhënë, këtu është katandis keq fare. Unë për ne them, këtu po nuk u po një pluk. Nuk vjen ky vend më në terezi. Do vite e vite. Në me këtë rini që kanë degeneru fare. Është degenerim total i shoqërisë. Mentaliteti t'iki nga Shqipëria. Pra t'lej shtëpinë time, t'lej tokën time, t'lej familjen time, t'iki unë nga Shqipëria, pse? Se që ka një kryeminist idiot, po jo. Unë heq këtë më, pse duhet t'iki unë? Mi po këtë lloj fryme, kush do ta japi? Do ta japi opozita, po opozita se dha. Pra ne po them që ky ka kap të gjithë sistemin tash. Ky presidenti e vet, ky kryeminist është vet, ky nesër bëhet president, ky nesër, ore nuk është çudi që t'ja japi truni i natë dhe na dalë dhe mbretër valla. Me 94 vota ky ndryshon kushtetutën, bëhet mbret. I ka 1/6 janë këta, 3 ka toma, bëjnë 9/84, ikën 93 vota, u bo mbret. Pallu ka që hikin nga podera kanë bërtik sa dush. Filloj me Mesila do dhe me qaj qomi tjetër apo ky Gregur. Ikin, dhe ikin. I boj. A kishte i strategji, unë pyes, a kishte i strategji kur u pa gjithë kjo ditën e votimit? Kishte një strategji Partia Demokratike për ta sfiduar Ramën? Jo. S'kishte. Se kishte menduar një strategji tjetër. Se edhe atë ditë kishte mundësi strategjia. Se boni. Ju do thoni kush ishte, problem tjetër. Nuk mund sepse e kam diskutuar herë me atë tjetër. Është duti që s'mo mbetet pazar. Po, e kishte. Po s'ju pëlqen alternativa që ju jep, nuk ju pëlqen gjëja. Dhe pastaj shohim një kryeminist që nuk kam nevojë ta shaj, nuk kam nevojë ta shaj, sepse e kam shar. Unë jam njeriu që i themi nuk korridorësh. Unë jam njeriu që i kam thonë që ti ke ndërtu mafia në shtet. Çfarë ti the më tepër këtiu? Shqiptarët e prekin me dorë çdo gjë, çdo shkatrim, çdo gjë, 10 gradësh në temperatura në Tiranë vetëm nga kullat. Vetëm nga betonet dhe xhamet që kanë këta. Mërna një perimetri 100 metrësh ti ke 10 kulla në qendër Tiranës. Që ti them ti mo?